Rama është mësuar të bëj makjazhe në momentet caktuara kur presioni qoftë popullor, publik, ndërkombëtar apo çfarëdo lloj presioni tjetër rritet. Ai ka krijuar këto valvulët e shkarkimit të presionit, siç janë ndryshimet të qeverisë, të cilat në thelb, në substancë nuk sjellin asnjë gjë të re. Domethënë, nëse do të qëndrojë një shprehje popullore tonë, është selanike ta të pjetë, siç ka qenë, siç ka qenë do të jetë. Çka do të thotë që ne kemi thënë, ka vetëm një emër në qeveri, ka pasur një dhe ka vetëm një emër. Ka vetëm një kryeministër, ka vetëm një ministër të jashtëm, ka vetëm një ministër të brendshëm, të energjisë, që është Zoti Rama. Këta emrat e tjerë, pastaj dublantët, të cilët janë aty për hir të detyrimit kushtetues dhe për hir të etikës vizive të qeverisë, këta do ikin, do vinë, ja kanë ardhur tani ca të rinj që gjysmë e tyre nuk i njohin fare, për shembull Zoti Nufi nuk e njoh, zonja Ismaili... Jo, do t'i themi, do lidhemi dhe me Lani, do t'i përshkruajmë një nga një këta. Për këtë e Nea Karakaçin, di që ka qenë në disa pozita drejtuese administrative, jo politike, janë njerëz pa përfaqësim politik, janë njerëz që nuk i thon publikut asnjë gjë, janë kombinime e emrash, domethënë, të cilët mund të ishin fare mirë dhe nuk e di, Toni Karakaçi dhe Enea Gogu. Mund të ishte po një lloj, s'do ndryshonte asnjë gjë, sepse Rama është mësuar që të bëjë të tilla gjëra. Pra çfarë do të thotë është që Rama përpiqet që të gjej valvula të tilla, shkarkimi presioni publik në momentet kur themi shpata e tensionit bie mbi kryet e tij. Dhe kjo ka bërë dhe këtë radhë. Okej. Nuk do vazhdojnë të thonë asnjë gjë për sa kohë që se ne japim shumë rëndësi këtyre, domethënë çfarë personaliteti ka ky ça. Domethënë fakti që ai s'ka për të bërë asnjë gjë, pra nuk të lë Rama që në qeverin Pano apo thotë që tani ata përsheshan në pjesët e përshesht do hanë gjatë gjithë kohës, më thonë ndërsa të vi momentis që si çikën këta të parë, të ikin dhe këta të dytë, do ikin dhe të tretë, se ka nikur shumë para këtyre. Po kjo nuk është edhe një mënyrë e keqe nuk është sjell njerëz fare të panjohur që sa ti njohim ne këta, mbaron legjislatura. I heq ai. Sa doktori një palë mban, gjithmonë Flamurish aty, Vokshit. Jo, mo ca njerëz i kanë ngulur në qeveri dhe ky, i kanë ngulur për shembull atë Mirela Kumbaron, ajo Mirela ka që në kohën që luftën botërore. Që pas pushtimit nazist ka Mirela Kumbaro aty e deri më sot. Po ajo përsheshat se tani. Po jam dakord, jo them që nuk është dhe kaq dispersa dhe Rama. Është njeri që i ndron këto fytyrat sa që ka çik presion dhe që duhet të serviri publikut diçka për të përtypur. Domethënë dhe ju jep emrat e këtyre, merr hedh ministrin e mbrojtjes, ku merr hedh atë Piro Vëngu, tani ta ham tani. Piron, pse e hoqi Piron? Domethënë apo pse e hoqi atë? Piro ku shkoi? Nuk shkoi paralel Gundi jo? Jo, nuk shkoi asnjë. As ai, as Elisa Spiropali, dy Piro s'është as deputet apo është deputet? Jo, Piro nuk ka gjë, po Elisa. Kam iden, po që domethënë pra ja, imagjino se sa të parëndësishëm janë, sa që ti nuk di asnjë gjë. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme për shkakun që nuk duhet ta harrojmë asnjëherë, është presioni që vjen nga Akshi. Sepse çfarë ndodh? Duke qenë se Akshi si një institucion i cili ka një varësi direkte nga kryeministri, pra është i vetmi institucion i cili nuk ka një nyje tangenciale të lidhur me kryeministrin, siç mund të jetë, kujt nuk e di, AMF-ja apo institucione të tjera, varen drejt për drejt nga kryeministri, dhe ai është kujdesur që të marrë këtë status Akshi. Sulmet e drejt për drejta që janë bërë Akshit, të cilat natyrisht gjenezën e tyre kanë, siç e provoi edhe vetë Rama sot e ka nga Gjermania, natyrisht janë parë dhe të gjithë ne do të ishim naiv nëse nuk do t'i lexonim që këto në vetvete nuk janë sulme thjesht drejt institucionit apo drejt aktivitetit korruptiv që ka ndodhur aty në atë institucion, apo qoftë kriminal, sepse ka pasur aktivitet kriminal në atë institucion. Por edhe si një goditje që i vjen drejt për drejt Ramës dhe natyrisht që besimi tek drejtësia e varur nga europianët, jo e pavarur, po e varur nga ndërkombëtarët, e varur nga europianët, edhe për shkak të asaj që po ndodh me Hashim Thaçin e të tjerë personazhe në Kosovë, i sjellën Ramës të themi imazhe të cilat ja përshtyllojnë shumë realitetin, ja bëjnë shumë të zi realitetin. Prandaj dhe ai reagon në këtë formë dhe unë e shoh që Rama më tepër se sa për të mbrojtur ballukun në vetvete, është për të mbrojtur veten e vet. Tani po përpiqet me mbrojtur veten e vet sepse e kupton që sulmi në vetvete nuk është këta janë thjesht rrugët dytësore cilat do dalin në autostradë. Më pas që autostrada është përsëri ai është. Mentor ti si e kupton këtë gjë, se ti ke qenë erës edhe pranë qeverive s'ke qenë, po pranë presidentëve ke qenë ti. Gjithmonë të kryeministrave jo, po e unë bie dakord me ata që thot Preçi që
Do këto janë figura që nuk janë të votuara, pra nuk kanë qenë kandidat për deputet, pra nuk kanë kaluar këtë përgjithsisht numri i këtyre, nuk ka kaluar këtë sprovën e votimit popullor. Janë figura me karakter teknokrat, përgjithsisht, apo me eksperiencë në drejtime kompanish, agjensish, kompanish korporatash të mëdha, të azëm energjetikës, dhe apo ambasadash të rëndësishme, si që është rasti i Ferit Hoxhës, dhe kemi pastaj rrokata nga Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e Brendshme. Është një ndryshim që konfirmon vazhdimsinë në rolet caktuara, pra pavarësisht se vinë figurat cilat nuk kanë patur përfaqësim të lartë politik, vinë figurat cilat kanë patur marrëdhënie preferenciale me ata që kanë qenë drejtues në dikasteret, azëm siç është rasti i drejtuesit të ri të Ministrisë Energjetikës që vjen nga korporata elektroenergjetike shqiptare. Ndërkohë kemi Gogun i cili ka eksperiencë në përfaqësim, nuk arrit dot të zgjidhej deputet, por ama ka eksperiencë në drejtësi. Dhe kemi rikonfirmimin e figurës Koçiu, që është besnike e zotit Rama, që nga Bashkia e Tiranës, do një eksperiencë gjatë pranë tij, e pa përfolur, pra përgjithsisht nëse ka një emërus tjetër që mund t'i vendoset kësaj këtij ndryshimi ose kësaj amalgame ose këtij ekipi, është përpjekja e Ramës për të sjellë figura që nuk janë përfolur, nuk janë kritikuar në publik, dhe natyrisht është dhe një përpjekje që largimin e përgjithsisht figurat e panjohura mentor janë pa përfolura. Po është për të vendosur përballë sulmit të opozitës, sulmit të vjen edhe nga Bashkimi Evropian apo nga shtetet, figurat cilat nuk janë të përfolur. Ky është një element që mendoj që mund të konsiderohet si cilësor i këtij ndryshimi. Natyrisht është një përpjekje për të fshehur ose për të mos i dhënë rëndësi largimit të Ballukut, pra nuk po ikën vetëm Ballukut, po ikin edhe disa të tjerë. E ka përdorur edhe një herë tjetër, më duket Rama këtë. Po, ashtu siç ka bërë edhe këtë gjë, domethënë ai ka patur në mendje që dije me siguri ndryshimin. Më përpara. Ka bërë mbledhjen, i ka dhënë kohën e tretjes në media fjalimit. Ka më shumë se një muaj që diskutohet ky në moment. Kështu që nuk është ndonjë ndryshim i pa. Më shumë, gati 2. Edhe i ka dhënë kohë pra medias ta tretin atë lajmin e parë të fjalimit gjatë, që ishte më duket 1 orë e 40 minuta, më duket sa fjalimi i Trumpit në Kongres. Gjatë e bërja dhe. Kështu që dhe e nëzori këtë lajm pak para se... Gjante edhe me fjalimin e Trumpit. Po, pak para se të nxerët të fillonin atë tamtamin e tyre, mos kishin kohë madje as. Po të kishë vazhduar të folur në i të nxerët do kishin mbetur pa lajm. Ne do me thënë. Por ne do ta futnim edhe në 10. Se ne të vazhdonim tjetër, pa me nërprisim aty, Rama ka bërë edhe këtë thakë, më thoshim, edhe ktheheshim. Që mendoj këto ishin disa prej cilësorëve të këtyre ndryshime të reja në qeveri. Natyrisht në pritje të tjerave. Pano? Rama është mësuar të bëj makjazhe në momentet caktuara kur presioni qoftë popullor, publik, ndërkombëtar, apo çfarëdo lloj presioni tjetër rritet. Ai ka krijuar këto valvulët e shkarkimit të presionit, siç janë ndryshimet të qeverisë.